إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Allahun Azza wa Jalla falenderojmë për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Dëshmojmë dhe deklarojmë se çdo herë se nuk ka Zot që meriton të adhurohet pas Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Tij. S'ka dyshim se fjala më e bukur është fjala e Allahut, dhe udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Rasulullahut alaihi salatu wassalam. Të nderuar vëllezër, është një prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, emri i cilit nuk është shumë i njohur. Ky sahabi quhet Rabi'atu ibn Ka'b al-Aslami radiyallahu anhu. Ishte pi shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që nuk ishte i dalluar me pasuri e me doni pozitë. Dhe ishte prej fukarave të muslimanëve. Mi po ishte për sahabive që i ka ndodhur një ndodhi që do të përmbente deri para kiametit. Është ndodhi që e ka transmetuar vet, e ka tregu vet ky sahabi radhiyallahu anhu. Ka nxjerrë Imam Muslimin sahin e tij. Nga Rabi'atu ibn Ka'b al-Aslami radhiyallahu anhu, i cili thot: Kuntu abitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa ataytuhu bi wudu'ihi wa hajatihi fa qala li sal. Tha shpesh bujsha të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ndihmojsha atij në nevojat që i ka pas. E mes tjerash një ditë thot ja afrova ujin për me marr abdes. Pasi që mor abdes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha sel, lip çka do. Pejgamberi alaihi salatu wassalam ka pas zakon o vëllezër, kushdo që ja ka bëu të mirë ka më shmunu me aktiv me më të mirë. Andaj ki afroi diçka e pejgamberi Allahut i ofroi diçka shumë më të madhe. Tha sel, lip çka do. Rabia radhiyallahu anhu o vëllezër e ka pas parasysh se është duke ia bën këtë kërkesë kush? Ai që është Rasulullah. Ai i cili që kur do që e lut Allahun, Allahu duan e tij ja pranon. Sepse në Allah dorët Allahut azza wa jall janë qiejt edhe toka dhe çka ka mes tyre. Dhe njëkohësisht është duke ia bën këtë kërkesë kush dhe këtë ofertë kush? Është duke ia bën ai i cili është krye pushtetari, sepse është fjala në Medinë. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po i thot ti sel, lip. A thu vallë, çka ka lip ki që ka qenë pe fukarave vëllazër? A thu vallë ka lip pasuri, ose post, ose do një thesar me arr, ose do një pallat? Jo vëllazër. Dëgjoni çka është kërkesa Rabies radhiyallahu anhu. Ta es'aluka murafaqataka fil janna. Tha kërkoj me kon bashkë me ty në xhennet ja Rasulullah. Allahu akbar. Kërkesa e tij çka ishte vëllazër? Kërkesa edhe këtij sahabijut, gajla e tij, brenga e tij ishte ahireti. Nëse na është ofruar neve kjo dhe na është dhënë kjo ofertë mundsi, pash Allahun, atë kish ku mendja me bë kërkesë të ahiretit apo kësaj dunjaje, që është kalimtare. Rabia radhiyallahu anhu nuk ka pas sy në këtë dunjë. Nuk i ka me sy në këtë dunjë, po brengën e tij ahiretin e ka pas vëllazër. Për arsye se ka ditë që nëse fitojnë çat mirësi të ahiretit, kjo ka më kanë e përhershme. Nësa kjo dunjë kalon, është kalimtare. E pejgamberi alayhi salatu wassalam tha awa ghayra dhalik, ta ki doni kërkesë tjetër. Kuptimin që ahireti xhenetit vjen e fitofshmi. Po në këtë dunjë ki doni kërkesë tjetër, ta huwa dhak. Ja potencoj edhe një herë, ja ripërsërit edhe një herë se ç'kjo është brenga jeme, gajla jeme, synimi jam. Ta du me kon bashkë me ty, ja Rasulullah, nuk kam kërkesë tjetër. Nuk kam kërkesë tjetër, tha pejgamberi alayhi salatu wassalam atëherë. Tha fa'inni ala nafsika bi kathrati as-sujud. Më ndihmo në realizimin e kësaj kërkese tone duke bëti shumë sejdë. Duke bëti shumë sejdë. Kjo është vepra e dytë o vëllezër. Për veprave që ta mundson me kon bashkë me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Hutbët e kaluara folën për çka? Për veprën e parë,
që është bindja ndaj Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E dyta çka është? Bi kathrati sujud, sejdët e shumta. Nuk është për qëllim sejdja si sejdë, por është për qëllim namazin tërësi. E që namaz për veprave më të mira dhe më të dalluara është sejdja. Namazi është lidhja mes teje dhe Allahut. Me namaz ti afrohesh Allahut, shlyhen gjunohat dhe ngriten derexhet. Ngritet derexhet aq lart sa që kemë qenë bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, atëherë kur i kujdesshëm për fazin dhe mundohesh sa më shumë me fal sunete dhe nafile. Sepse bashkimi me kon bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam xhennet nuk fitohet me dinarin e kësaj dunjaje, as me posin që e ke pasur këtë dunjë, por fitohet me adhurim. E për adhurime është edhe sejdë e shumt, dhe tepër ndaj Allahut subhanahu wa taala, për ulje ndaj Allahut xhella xhelalu. Lutim Allahun subhanahu wa taala të na bën besimtar që bindemi Allah dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe besimtar që i përkulemi Allahut subhanahu wa taala dhe i përulemi atij me sejdë të shumta, dhe kësaj e fitojmë edhe xhenetin e Allahut, e që është edhe më e madhja me fitu bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك مرافقة نبيك في الجنة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك مرافقة نبيك في الجنة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك مرافقة نبيك في الجنة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.